orët e parë të 15 korrikut të 2020-s, Maria Yseni, 16 vjeç, po shëtiste vetëm në rrugët e qytetit të Trikalas që ndodhet në Greqi. Më pas ajo do të gjendej e vdekur në oborrin e një kishe me dëmtime të rënda në fytyrë dhe në trup. Misteri që mbulon këtë vdekje të dyshimt ka tronditur prindrit e saj, policinë dhe mbar opinionin publik. Mediat vendase kanë raportuar se e reja është rrëzuar nga një kishë që ka patur një skel në fasadën e saj, por familjarët e vajzës këmëngullin se ajo është vrarë. Ata thonë se ende nuk janë marrë shenjat e gishtave nëse është ngjitur vetë në skel nga supozohet se është rrëzuar apo e ka hedhur dikush tjetër. Autoritetet në Trikala të Greqisë, në këtë rast misterioz të vdekjes së 16 vjeçares, po shqyrtojnë përfshirjen e një bashkëdhetari 30 vjeçar. Hetuesit thonë se kohët e fundit vajza këtë person e ka takuar shpesh. Fillimisht vdekja e vajzës i atriboi vetvrasjes për shkak të rënies së saj nga kisha. Dosja e çështjes mbetet e hapur dhe është pasuruar vazhdimisht me informacione të reja, siç është një video në duart e policisë me lëvizjet e fundit të 16 vjeçares. Oficierët e policisë kanë marrë të dhëna nga celulari 16 vjeçares, gjithashtu mesazhet dhe thirrjet që ajo kishte shkëmbyer, por edhe të telefonave të tjerë celular që u gjetën në zona të natë. Vajza jon u vra, ose u vra në vend tjetër dhe ata e sollën në oborrin e kishës, ose e ndoqën atë, pretendojnë prindrit e vajzës. Si e ngjiti skelën gjatë natës dhe pse gjaku i saj është përndarë në të gjithë oborrin, por jo në shkallët që ndodhen afër vendit ku u gjet. Pyesin ata të dëshpëruar. Prova më e fortë që kanë hetuesit për momentin është dëshmia e motrës së viktimës. Kjo e fundit ka treguar para hetuesve se motra e saj do takohej me një djalë 26 vjeçar, të cilin e kishte njohur së fundmi. Ajo ishte në një lidhje me një efektiv të policisë greke dhe kishte dalë nga shtëpia për të takuar atë, por më pas nuk u kthye më në shtëpi dhe u gjet e vdekur. Pak më herët, polici në moshë të re e kishte lënë jashtë shtëpisë së saj. Ai kishte pasur një takim me të. Mësohet se të dy ishin njohur në internet përmes një faqe takimesh. Kur polici u largua, rreth orës 3 të mëngjesit, afër shtëpisë së saj, Maria ndroi mendje, foli në telefon dhe u drejtua për nga qendra e qytetit. Një video me lëvizjet e 16 vjeçares është regjistruar rreth orës 4:30 të mëngjesit nga kamerat e vendosura në zonën e Varusjas dhe konkretisht jashtë shtëpisë së një prodhuesi të njohur të qumshit. Ky është regjistrimi i fundit, i cili tregon vajzën që po shkon drejt kodrës së Profit Ilias, ku në mëngjes u gjet e vdekur nga një kalimtar i rastit, i cili njoftoi policinë. Por kamera zbuloi edhe një tjetër detaj të dyshimt. Me sa duket, kur policia është larguar, 16 vjeçares ka filluar t'i bjerë telefonin celular, ajo është përgjigjur telefonatës në hyrje dhe në vend që të futej në shtëpinë e saj, është kthyer pas dhe është larguar. Pyetja që ngrihet është se kush e ka thirrur në telefon dhe pse vajza nuk ka hyrë në shtëpi pas kësaj bisede të veçantë. Policia e Trikalas po kërkon të gjejë personin që ka telefonuar vajzën fatkeqe dhe çfarë ata mund të kenë folur me njëri tjetrin, duke e bërë të miturën të largohet nga dera e shtëpisë së saj dhe të shkojë në kishën më të afërt. Atë natë jema e vajzës ishte në punë për të kujdesur për një person të moshuar afër sheshit Vuvis, ndërsa burri i saj kishte shkuar në Shqipëri prej nga erdhi menjëherë pas vdekjes së vajzës. Vajza ime Kristina më njoftoi se Maria po vinte dhe se unë duhet ta lija derën hapur në mënyrë që zilja të mos binte dhe të bënte zhurmë. E prisja. Kur dëgjova zëra dhe ulurima nga rruga, isha e trembur. Kam dëgjuar zërin e vajzës time. Dola jashtë dhe fillova të bërtisja. Maria, Maria, tha për mediat nëna 16 vjeçares, diçka që ajo gjithashtu raportoi në polici. Mediat greke bëjnë të ditur se paraprakisht dyshohet për një vetvrasje të vajzës, version i cili është hedhur poshtë nga familjarët e vajzës, që kërkojnë zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe vënies në përgjegjësi të autorëve të mundshëm. Pas ekzaminimeve fillestare, u konstatuan shenja dhune mbi trupin e saj, të cilat dyshohet se janë shkaktuar nga një këpucë. Për vdekjen e vajzës me origjinë shqiptare, autoritetet greke po hetojnë në dy pista. Pista e parë është ajo e vetvrasjes, por është kërkuar edhe një hetim më i thelluar. Specialisti mjekoligjor doli në konkluzionin se kemi të bëjmë me një vetvrasje dhe mendohet se vajza është hedhur vetë nga skelat e kishës. Nuk dua ta akuzoj të riun punojësin e policisë, por është shumë e rëndësishme të hetohet mbi takimin e tyre në orët e para të mëngjesit. Kështu u shprehur avokati mbrojtës Dimitri Samargjis. Vajza 16 vjeçare u takua me oficerin e policisë dhe sipas dëshmitarëve, marrëdhënia e tyre ishte shumë e qetë dhe ata dukeshin të lumtur. Në fakt, takimi i tyre zgjati disa minuta dhe Maria, e shoqëruar nga oficeri i policisë, u kthye në shtëpinë e saj. Ata u ndan para se ajo të mbërrinte në shtëpi për të mos rënë në sy të lagjes se e mitura ishte në një lidhje. Gjithashtu avokati i familjes kërkoi që të merren gjurmët e gishtave nga shkallët ku mendohet se u ngjit adoleshentja, prej të cilave më pas është hedhur. Ndërkohë telefoni i vajzës u dërgua në laborator
për të zbërthyer telefonatat ose mesazhet e fundit. Sipas të dhënave, sinjali celularit të vajzës është lokalizuar fillimisht në zonën e Profit Ilias, vetëm disa metra nga vendi ku ajo u gjete pa jetë. Prej aty dyshohet se i ka shkruar një mesazh motrës së saj, ku i rrëfen se sa shumë e do atë dhe të gjithë familjen e saj. Mesazhi nuk është dërguar, por ajo e fotografoi vetë me celularin e dytë dhe mbajti të ruajtur. Në celular janë gjetur me mira foto dhe mesazhe, por nuk zbulojnë asgjë për rastin. Policia ka kërkuar të dhëna nga kompanitë e telefonisë celulare për komunikimet e saj të fundit në atë natë fatale. Në zyrën e avokatit të familjes Hyseni u përjetuan skena të dhimbshme. Sipas mediave greke, nëna e Maria Hysenit këmbënguli të shikonte fotot nga vendi ku gjet vajza e saj e vdekur, pasi ato përfshihen në dosjen e timore. Nëna insistoi të shikonte fotot, megjithë paralajmërimin se ato ishin shumë të rënda dhe ajo nuk mund të duronte dot. Dhe me të vërtetë ndodhi. Pas 5 sekondash, ajo u rrëzua në tokë pandjenja kur pa me sy fotografitë e së bijës me plagët fatale. Plagët ende nuk janë përcaktuar nëse kanë ardhur nga një rënje e mundshme apo nga një person tjetër. Gjithashtu nuk përjashtohet mundësia që mund të ketë pasur një rënje, por kjo është shkaktuar nga një shtyrje. Një përse e madhe është ajo që e shqetëson baban e Marias, i cili veç të tjerash tha me sytë e mbushur me lot. Lulja ime nuk është më, nuk mendoj se ra vetëm. Dikush duhet të më thotë. Unë dua që e vërteta të gjendet dhe vazhdoi duke thënë se ajo e kishte të pamundur të ngjitej vetë në skela, të ecte dhe pastaj të binte në hyrje të kishës. Ndërkohë, një nga mirëmbajtësit që vendosi 16 vjeçarin jashtë kishës e përshkroi në këtë mënyrë ngjarjen tragjike. E pam vajzën poshtë, në një distancë prej 10 metrash dhe u ndalëm. Mbeta pa fjalë dhe u shokova. Pastaj lajmërova policët. E vetmja gjë që dalluan hetuesit për sjelljen e vajzës ishte një frikë e tepruar për reagimin e familjarëve të saj, sepse ajo në shtëpi po kthehej shumë vonë. Sipas informacioneve, vajza kohët e fundit kishte qenë pa konfuze. Një grua e lagjes, e cila mësohet se ka parë të miturën para se të vdiste, ka rrëfyer detaje në lidhje me ngjarjen. Mediat greke tregojnë se ajo ishte dëshmitarja vetme dhe mësohet se e ka parë adoleshenten duke qarë. Unë e pash vajzën. Ajo ishte mërzitur dhe ishte duke qarë. I ishte prishur make-upi dhe i kishte rënë rimeli në faqe. Ajo po ecte me nxitim, sikur po përpiqej të shkonte diku. Gjithashtu, mezi po i vishte pantoflat e saj. Mësohet këtë thënë gruaja që e pa për herë të fundit. Vdekja e adoleshentes shqiptare në Greqi ka shkaktuar reagime të shumta dhe ka tronditur opinionin publik. Lidhur me këtë ngjarje të rëndë, ka reaguar edhe shkrimtari i njohur shqiptar Gazment Kaplani. I revoltuar ai ka shkruar: "Ku janë ato 300.000 shoqatat e shqiptarëve në Greqi dhe pse askush nuk ka reaguar për vdekjen e adoleshentes shqiptare? Nuk ka vend tjetër ku shqiptarët të vdesin kaq lehtë dhe në mënyrë kaq surreale sesa në Greqi. 30 vjet e njëjta histori e trisht." Për të mos folur pastaj për gjoja përfaqësues të emigrantëve tanë në Greqi, që patriotizmin e tyre tregojnë vetëm duke ngrënë sufllaqe dhe duke pirë raki skrapari para flamurit shqiptar, shkruan shkrimtari i njohur. Mjekësia ligjore ka konstatuar goditje në kokë dhe në gjoks, të cilat sipas mjekëve janë shkaktuar prej rënjes nga lartësia. Megjithatë, ata nuk din të thonë nëse adoleshentja shqiptare ra vet apo e hodhi dikush tjetër nga skela, prej të cilës gjeti edhe vdekjen. Vdekja e 16 vjeçare shqiptare është e pasgjidhur dhe mbetet akoma mister.